Dashur bashkëqytetar, është koha të themi të vërtetën, dhe pa frikë, dhe pa dorashka. Bujësia në Vlorë është në agoni, dhe kjo është fatkesi, nuk është fatkesi natyrore. Kjo është tradhti e pastër nga politika e vjetër. Sot shumica e fermerëve tanë nuk kanë asnjë siguri mbi tokën e tyre në këtë pasiguri, nuk kanë certifikata pronësie, nuk kanë garanci, nuk kanë të ardhme. Kjo është padrejësi që mban të varfër dhe të përullur kombin tonë. Fermerët në Vlorë janë kthyer në bujësi dhe të konsumimi, një nivel primitiv që nuk sjell zhvillim dhe nuk krijon mirëqenie. Dhe shtyn të rinj tanë drejt emigracionit. Parcelizimi i të skajshëm i tokës është një realitet i hidhur për ne. Toka është copëzuar në mira copëza të vogla të papërshtatshme për bujësi moderne. Ne në këtë gjendje fermeri nuk ka fuqi as të prodhoj, as të konkuroj. Ju falenderit shumë për